Ju përshëndes, mirë se erdhët. Takohemi nga studio emisionit Box to Box. Do të flasim ditën e sotme për reformën e taksës së pronës. Teksa pritej që prej 1 janarit të vitit të ardhshëm të hynte në fuqi vlera e re apo le të themi një nivel tjetër taksimi për pasuritë e paluajtshme, duke pasur parasysh këtu ndërtesat, Ministri i Financave, zoti Petrit Malej, ka bërë të ditur që edhe 2026 nuk do t'jetë koha apo periudha kur do t'hy në fuqi kjo formulë e re taksimi për pronat. Pra, në këtë rast duke përfshirë sipërfaqet e tokës, por edhe ndërtesat, sepse ka disa hallka që do të parapri gjithë ngritja e sistemit, pra le të themi faza paraprake deri në implementimin e plot të ndryshimit të kësaj takse që do të nisë në 2028. Ne do të flasim sot duke parashtruar se çfarë do të ndodhë më rëndësishme janë 2028, si pritet ndryshojë niveli i taksimit, edhe në këto 2 vite, le të themi, 2026-2027, çfarë hapash do të ndërmerren në mënyrë që të gjitha problematikat e shfaqura deri më tani në zbatimin e kësaj takse të adresohen, edhe të mos kemi të njëjtat rezultate, le të themi, sa i takon argëtimit apo vjeljes së kësaj takse që ka vënë në vështirësi jo pak njësitë e qeverisjes vendore, duke qenë se ka një performancë jo fort pozitive në vjeljen e saj. Kam kënaqësinë që të kem në studio zonjën Flutura Luke, kontabiliste, përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë që në një komunikim të drejtë për drejtë online nga Polonia, dua ta vën dukje këtë gjë, Morena Boja, eksperte për ekonominë. Përshëndetje Morena, faleminderit që gjete kohën për ne. Edhe në mes angazhimit. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Unë dua ta nis pak me atë çfarë ka qenë projekti i prezantuar nga Ministri i Financave në bashkëpunim me ambasadën suedeze në Tiranë, Protax, sepse të gjitha gjasat ishte që prej janarit vitit ardhshëm do të kishim një formulë të re taksimi për ndërtesat, ndërkohë që ministri tha që gjithë kjo periudhë 2 vjeçare do të shërbejë si një kohë, le të themi, për të shtruar infrastrukturën edhe për ta bërë funksionale këtë taks. Fillimisht, ky projekt si e keni parë, pra Protax Albania dhe mënyra se si do të implementohet? Morena. Domethënë, në tërësi projekti mendoj që është një domosdoshmëri, pra pavarësisht emërtimit Protax Albania apo një emërtimi tjetër, sido që t'ishte, mendoj që është një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të sistemit të taksimit në Shqipëri. Duke qenë se sektori i ndërtimit është një ndër sektorët që vitet e fundit po zhvillohet shumë, atëherë pse jo, ne të rishikojmë sistemin e taksimit mbi pronat dhe të marrim disa të ardhura nga këto prona. Mendoj që nuk është një proces i thjeshtë, kështu që bën sens dhe fakti i zgjatjes së implementimit të këtij projekti, sepse ka të bëjë me koordinimin e disa institucioneve dhe dihet se në situatë është sot dihet se në situatë janë sot njësitë e veçeverisjes vendore, kështu që besoj që implementimi kërkon më shumë kohë dhe koordinim midis ministrisë, njësive dhe strukturave që kanë ngritur në shërbim të këtij procesi, por dhe të njësive të veçeverisjes vendore. Mendoj që edhe pasi projekti të fillojë dhe të implementohet, sërish rezultatet do jenë shumë më të vonshme për t'u parë dhe për t'u analizuar, sepse dihet që ne nuk kemi një vend i thjeshtë në këtë aspekt, pra ndryshe nga vendet e tjera të Europës që e kanë shumë të strukturuar sistemin e taksimit të pronave dhe që ndryshimet në to janë lehtësisht të menaxhueshme, edhe në raste kur bëhen ndryshime drastike, për shembull gjatë presidencës së Sarkozys 2007-2012, diku nga 2011 në mos gaboj, ai ndërmori një ndryshim të taksës së pronës, por që efektet i kishte të menjëhershme, sepse u bë me qëllim që të ulte numrin e të pasurve francez që shkonin drejt vendeve të tjera të Europës me taksa më të ulta në taksat e pronësisë.
Mendoj që në Shqipërinë se kemi fare, kështu që duhet ta rregullojmë me ligj dhe me një sistem shumë mirë të strukturuar mbledhjen e taksës së pronës. Kishe rezerva, Morena, për faktin që edhe pse qeveria, Ministria e Financave ka marrë më tepër kohë për implementimin e këtij niveli të ri taksimi, sërish kjo kohë është e pamjaftueshme për të marrë rezultatet e pritshme. Je skeptike edhe nisur nga situata, pra problematikat e shfaqura deri më tani, por edhe situata. Edhe kur them situata, unë kam parasysh këtu edhe një të dhënë shumë të rëndësishme, regjistrimin e pronave deri më tani. E banesave, po. Po, kjo është një problematik që mund ta bëj procesin të shfaq probleme të cilat janë shfaqur ndër vite. 2.5 milion pasuri, edhe nga dokumentet e Ministrisë Financave, vihet në dukje se deri më tani procesi i regjistrimit ka përfunduar për rreth 1.3 milion pasuri, ndërkohë që synohet vitin e ardhshëm të përmbyllet regjistrimi për 2.5 milion pasuri. Tani, që të arrim ne dhe të vjelim këtë taks, edhe të arrim të krijojmë, le të themi, një sistem të shëndetshëm, sa e mundur është që ky proces që nuk është kryer ndër vite të mund të finalizohet në harkun e 12 muajve, pra të regjistrohet një total apo një fond prej 2.5 milion pasuri në 2026, si kundër janë objektivat e përcaktuara. Zonja Luke. Regjistrimi i pronës, mos regjistrimi i pronës ka pasur arsyet e veta. Kryesisht janë pronat në ndërtim, të cilat edhe pse janë marrë lejet e ndërtimit, nuk kanë përfunduar në afatin e duhur. Ka shumë prona të cilat nuk janë marrë lejet e bashkimit, lejet e shfrytëzimit nga bashkia, edhe kjo për shumë arsye. Një nga arsyet janë edhe kontradiktat midis pronarëve, pronarëve të ndërtimit dhe pronarëve mund të jetë një të truall. tipologji problematikash, por ka edhe një fond, le të themi, të konsiderueshëm objektesh edhe për qëllime strehimi, të cilat nuk ka përfunduar procesi i regjistrimit. Ka godina shtetërore që edhe pse shfrytëzohen për aktivitete publike janë të regjistruara. Ke institucione fetare të cilat dhe ato janë të regjistruara. Pikërisht. Sa e mundur është që të përmbyllet, duke ditur që ky është një problem i mbartë. Nëse është dhe një arsye tjetër që shteti ka lënë një afat dhe ka shtyr afatin. Në janar të vitit 2026 bëhet rivlerësimi i pronës. Edhe rivlerësimi i pronës do të çojë në vend vlerën aktuale të pronës për njerëzit e interesuar. Unë pak më vonë do them se si i bëhet rivlerësimi, edhe çfarë impakti. Edhe do them edhe se si përcaktohet tatimi i ndërtesës në shitje, sepse është shtuar një element i ri. Nisur nga këto fakte, pret qeveria të bëhet rivlerësimi, ndërkohë që duke lënë një afat, njerëzit do jenë të interesuar që të bëhet regjistrimi në zyrat përkatëse të kadastrës, edhe pastaj do implementohet ligji i plot. Me mangësi, prap do ketë mangësi. Nuk është e mundur të bëhet 100%. Por nuk bëhet 50. Pra edhe ju keni rezerva mbi zbatueshmërinë e këtij ligji. Ajo çfarë ministri vuri në dukje dhe dua ta sjell në vëmendje është që deri në vitin 2026 të gjitha bashkitë do të integrohen në kadastrën fiskale. E konsideruar kjo si parakusht themelor i reformës. Pra krijimi i kadastrës fiskale që po ashtu ka qenë një kërkesë e kohës ngritja e saj, sepse do të adresonte pikërisht këto çështje që lidhen me pronësinë. Vitet 2026-2027 do të shërbejnë si periudhë tranzitore për përgatitjen e të dhënave dhe testimin e sistemit që do të ngrihet. Në 2027 parashikohet zhvillimi i vlerësimit kombëtar të pronave, pra vitin pas 2 vitesh, dhe në 2028 do të nisë zbatimi i vlerësimeve të tregut për ndërtesat. Pra supozohet që në 2028 ne do të kemi një panoramë më të qartë. Më të plot. Më të plot. Pra do kemi tregues më të plot të hipotekimit, të sasive, të apartamenteve, të banimit apo të ndërtesave ku ushtrohet aktivitet ekonomik. Mirë, po unë përsëri them dhe jam skeptike sepse unë për shembull po bëj likuidimin e një kompanie,
në të cilën gati 50% e aksionerëve nuk e kanë hipotekuar pronën, sepse presin dhe janë në kontradikta me firmën e ndërtimit. Pra, po nuk u zgjidhen kontradiktat, por kjo nuk ne e vumë në duke që mund t'jenë një tipologji këto, por ka ende shumë çështje të tjera që lidhen me do të korrigjohet vlera, do të rritet goxha vlera. Nëse do vihet një afat, edhe nëse do vjen sanksione, qa do të thotë sanksione? Do më thënë, po se regjistrove pronë brenda këtij afati, ke një... Shumë e drejtë kjo. Problemi është që nuk është në vullnetin e qytetarëve, sepse kjo është një çështje që i faturohet vetë institucioneve. Nëse kjo vazhdon që t'jetë, le themi, një proces i hapur, nuk është se nuk kanë dashur qytetarët që t'i shkojnë në fund këtij procesi. Kanë qenë institucionet që nuk janë përgjigjur në kohë, le themi, të gjithë procesit, pra kësaj praktike për përmbylljen, le themi, brenda afateve. Se edhe ligji, edhe në aspektin ligjor, kemi një ligj të kopsitur, le themi, por çfarë ka çeduar dhe çfarë ka nuk ka funksionuar, ka qenë zbatueshmëria. Kjo shtyrja e afatit do të shoqërohet edhe me marrjen e masave nga vetë institucioni që të jetë sa më në shërbim të këtij procesi. Pra, për të rritur funksionalitet, po Marina, duhet që të shoqërohet me masa shtesë, gjykon. Masa shtesë. Unë mendoj që momentalisht ndërtimi i kadastrës fiskale do i shërbej më shumë ti pronave që janë certifikuara. Pasi siç po e përmendni dhe ju në studio, në Shqipëri ka problematika nga më të ndryshmet me struktura që aktualisht mund të jenë struktura të banueshme ose aktivitete biznesi, por nuk paguajnë taks prone sepse nuk ka një certifikat pronësie. Ndërtimi i kadastrës fiskale dhe sistemimi i sistemit të taksës mbi pronën mendoj që duhet shërbej dhe si një instrument ose si një indicje për të rregulluar dhe problematikat që ne kemi në ndërtesat të cilat mund të shërbejnë si shtëpi banimi, si aktivitete biznesi, por nuk ka një certifikat pronësia. Duke qenë se është në interesin qeverisës që të mbledhi sa më shumë të ardhura nga taksa e pronës, mund edhe të suportoj mbylljen e këtij procesi dhe regjistrimin e pasurive. Jo që sot ne nuk e kemi taksën e pronës, por që gatishmëria për ta paguar është shumë e ulët dhe mund të them edhe vullnetare. Pra është më së përveç kryeqytetit që ka të përfshirë në faturën e ujit, edhe që Tirana është një ndër qytetet që ka një përqindje shumë të lartë të mbledhjes. Tirana në krahasim me 60 bashkitë e tjera të Shqipërisë ka një përqindje shumë të lartë të mbledhjes së taksës së pronës, por kjo mendoj është edhe lidhet me faktin që përqindja më e madhe e ndërtimeve është në Tiranë, kështu që bën sens që ka dhe përqindjen më të lartë në krahasim me 60 bashkitë e tjera. Por dhe bashkitë e tjera në të cilat ndërtohet në Durrës apo në zona të tjera bregdetare, kanë të ardhura që vijnë nga taksa e pronës. Mendoj që ky proces më shumë të shërben Tiranës ose edhe bashkive të tjera të cilat kanë ndërtime dhe kanë banorës, në një bashki për shembull si Tepelena apo bashki të tjera të cilat janë në problem me numrin e popullsisë dhe nuk kanë as ndërtime, ndryshimi i sistemit të taksës së pronës nuk është se do sjell të ardhura për njësinë e vetë qeverisjes vendore. Por nëse do kishte një koordinim të mirë të gjithë procesit, pra të ndërtimit të kadastrës fiskale, ashtu siç është thënë edhe gjatë prezantimit të projektit që të gjitha bashkitë do kenë akses dhe do mund të vlerësojnë të ardhurat që mund të mbledhin nga i gjithë ky proces, mendoj që është diçka pozitive, jo vetëm në kontekstin e përshtatjes me standardet që ka BE-ja në lidhje me taksat e pronës, por është një suport ekonomik për njësitë e veçeverisjes vendore për gjeneruar është ardhura kryesore, sepse është, le themi, një ndër zërat më të rëndësishëm të ardhurave që gjenerojnë sot njësitë e veçeverisjes vendore. Dhe për të realizuar këtë që thot zonja, të gjitha bashkitë e rretheve e Tiranës duhet të mobilizohen me metoda alternative të mbledhjes së taksës. Pra nuk do ri në pritje e pagovi si pagoj. Duhet ketë metoda alternative të mbledhjes së
së kësaj takse. Në Tiranë, për shembull, pas here gjobiten të gjitha kompanit, për mos pagimin në kohë, por edhe për ndryshimin e ligjit. Ndryshimi i ligjit është bërë në vitin 2022, ajo fillon në 2024 kemi marrë vesh që fillon nga 2022. Këto i ka Bashkia e Tiranës. Pra, Bashkia duhet jetë me metoda alternative të mbledhjes. Pra, duhet gjejë edhe vetë bashki duhet të angazhohen në këtë drejtim për të gjetur dhe për të aplikuar metodat e duhura mbledhjes së detyrimit për të arkëtuar këtë detyrim. Tani, duke qenë se ligji më parshëm përcaktonte një nivel taksimi për banesat nga 0.1 në 0.3%, apo jo? Niveli i taksimit, drafti, gjithmonë i referohemi drafti. Nga 0.1 deri në 3%, po. 0.3%. Do me thënë, si llogaritet taksa, që ta shpjegojmë për teleshikues. Si është aktualisht dhe si pritet të jetë në 2028? Taksa, në radhë të parë do të themi që objekte ndahen objekte banimi, objekte për zhvillim aktiviteti, objekte të cilat kanë marrë një leje ndërtimi, por nuk e kanë përfunduar brenda fatit, se dhe këto kanë përqindje takse. Tjetër, objekte ndahen sipas zonave kadastrale të kadastrës. Tirana ka zonat 1.1, 1.2 e me radhë, edhe në bazë të zonave të kadastrës përcaktohet dhe çmimi për metër katror. Çmimet e referencës. Po, duhet thënë që mënyra e llogaritjes së taksës është baza e taksueshme është erë përqindjen, sot për sot. Po kush është baza e taksës, ose çmimi i referencës, kush është? Janë 3 metoda sipas ligjit 132, VKM-s 132, 2018, që është vetdeklarimi, janë çmimet në regjistrat e qeverisjes vendore, janë të çmimet mesatare të tatimore, çmimet e vlerësimit mesatar tatimor. Nëse ndonjëra nga këto çmime është më e vogël apo më e madhe, merret gjithmonë vlera më e madhe. Kjo përsa i përket vlerës. Ndërsa, nëse çmimi sipërfaqja për çdo objekt është i përcaktuar në kontratë sipërmarrje, ku di unë, përcaktohet ose merret si bazë llogaritje për objektet e banimit 100 m2, ndërsa për ndërtesat që janë privatizuar në bazë të ligjit 7652, 2652, 70 m2. Pra në këtë rast është përcaktuar çmimi i vlerësuar edhe sipërfaqja. Problemi tjetër është që si vlerësohet objekti në zona të ndryshme kadastrale. Atëherë, një apartament ka çmimi për metër katror të zonës përkatëse. Janë të afishuara çmimet. Një dyqan është 2 fishi i vlerës së apartamentit, një parkim i mbyllur është 70% e vlerës së apartamentit dhe një verandë e hapur, po themi, është 30% e vlerës së apartamentit në Tiranë. Ndërsa në rrethje është 1.5% më shumë dyqani nga apartamente. Sa varion në një mesatare? Për një familje, sa është kjo tarif? 0.05 është sot. 0.2% e vlerës, që shkon mesatarisht në harkun një viti, sa është detyrimi? Du të marrë një llogaritje konkrete, se du të marrësh konkretisht. Po, në mënyrë hipotetike, gjithsesi është, kam përshtypjen një detyrim që shkon në rreth 9.100. Duhet marrë konkretisht, një vlerë përkatëse. S'kam një llogaritje, se ta bëjmë tash në çast, sa është çmimi për metër katror, mesatar tatimor, me sipërfaqen dhe këtë është mëson me përqindjen e taksës. Ndërkohë, si pritet të jetë? Saqi ndryshon, nga 0.15 deri në 0.25% dhe nga 1 deri në 3%. 0.1 deri në 3%. Do më thënë lëvizin do vlerëso, do më thënë do rritet përqindja, por do rritet edhe baza e taksueshme, pra çmimi i referencës. Edhe këtu ka një çështje që duhet sqaruar, sepse luhet shpesh me këto tok fjalsha, që do thotë çmim reference, çmim tregu. Si duhet gjithmonë merret vlera më e madhe midis njërës dhe tjetrës. Në qoftë se thash metodat, sepse ne dim edhe çmimet e referencës, megjithëse janë çmime zyrtare, le të themi, nuk pasqyrojnë vlerat reale që kanë sot pronat në treg. Sot për sot ato janë ligjore sipas metodologjisë të llogaritjes së taksës. Sot për sot është çmimi më i mirë, është çmimi mesatar i shitblerjes tatimore. Si duhet kuptuar në momentin që edhe ligji, edhe deklarata ministrit ishte që do
të llogaritet kjo taks bazuar në vlerën që ka prona sot në treg? Me çmimet e shitjes në treg, pra, edhe këto janë të afishuara. Çdo vit, apo 1-2 vjet, nuk e di sa del, është e përcaktuar çmimi i shitjes për çdo zonë. Çmimi tregu, jo tatimore, çmimi tregu. Atëherë në bazë të çmimit të tregut, me normat që do marrin formën definitive, se tash është projekt ligj, do llogarit taksa. Ka që thjesht është. Pastaj, për të mbledhur 100% apo 80% apo kjo do të punuar të gjitha institucionet me procedura shtesë edhe me punë shtesë. Ndërkohë, Morena, për nivelin, sepse u ndalëm dhe son në vëmendje formulën e taksimit, pra se si llogaritet taksa e ndërtesës aktualisht dhe si pritet të jetë formula në 2028 pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve ligjore, që normalisht një nivel më i lartë taksimi, por edhe një skem e re, duke nënkuptuar këtu që çmimet do të jenë çmimet që ka prona sot në treg, por edhe niveli taksimit nga 0,05% që është aktualisht do të jetë nga 0,1 në 0,3%, do të cilin më tepër, pra do të ndikojnë në rritjen e të ardhurave në buxhetin e shtetit. Parashikimet janë edhe referuar deklaratave të bëra, por edhe draftit të mëparshëm që sot vendi gjeneron nga kjo taks, pra nga taksa e ndërtesës, të ardhurat shkojnë në 0,3% të prodhimit të brendshëm bruto. Ndërkohë që me hyrje në fuqi të skemës së re, pra të formulës së re të taksimit, këto të ardhurat pritet të trefishohen, pra për të arritur një nivel gati 1% të prodhimit të brendshëm bruto. Të brendshëm. Sa gjykon që është e mundur kjo në kushtet kur qëllimi nuk duhet jetë vetëm tek rritja e nivelit taksës dhe mënyra se si llogaritet kjo taks, por mbi gjitha duhet jetë tek shtrirja e saj, pra tek baza e taksapaguesve. Nëse përfshihen sa më shumë apo zgjerohet baza e taksapaguesve, normalisht kjo do të përkthehet në më shumë të ardhura. Atëherë, për sa i përket rritjes së të ardhurave që vinë nga kjo taks dhe rritjes së përqindjes së taksës së pronës në prodhimin e brendshëm bruto, besoj që do ketë rritje. Por që besoj që shumë herët për të folur për objektiva, sepse duke marrë në konsiderat të gjitha problematikat që ne kemi në Shqipëri, se ne kur hartojmë shpesh herë strategji ose edhe këtë taksën e pronës që kërkojmë ta ndryshojmë, gjithmonë marrim progresionet ose raportet e vendeve të zhvilluara, por ato nuk kanë të njëjtin nivel zhvillimi me ne, qoftë ekonomik, social apo edhe politik, sepse janë të gjithë faktorë që ndikojnë. Unë mendoj që do ketë një rritje, por sesa e gjitha do varet nga procesi i menaxhimit, i koordinimit midis institucioneve në nivel qendror dhe njësive të vetëqeverisjes vendore, menaxhimi i mirë i ndërtimeve qoftë në zona urbane, po qoftë edhe në zona rurale, dhe sa transparent do jetë ky proces. Pra, edhe për faktin që, ne po shtojmë disa të ardhura në PPB, po edhe në buxhetin lokal, por si do shpenzohen pastaj këto të ardhura, pra cila është përfitueshmëria ekonomike në gjithë këtë investim. Mendoj që është një ndryshim afatgjatë, edhe pse nuk përjashtohen faktet që një periudhë X për arsye qoftë ekonomike apo politike edhe mund të rishikohet përqindja e taksimit të ndërtesave apo të taksës së pronës. Por nuk mendoj që do arrim të njëjtat nivele me vendet me të cilat ne krahasohemi, sepse ka të bëjë me kulturën në sistemin e pagesës së taksave dhe detyrimeve, me situatën ekonomike. Pra, ne në Shqipëri kemi kohë që flasim për rritjet përgjithshme të çmimeve, por nga ana tjetër për paga që mbesin, pra të ardhura mujore që mbesin fikse, dhe një rritje në taksën e pronës, jo domosdoshmërisht do të thotë gatishmëri të këtyre individëve për ta paguar. Pra do ketë problematikat e veta
edhe taksa në vetvete në mbledhja. Në këto kushte, Morena, çfarë gjykon, pra çfarë elementësh gjykon që duhen përfshirë për të bërë të mundur pikërisht rritjen e nivelit të ardhurave? E përmende pak që ne edhe çështje kulture, por edhe çështje pamundësie, se nuk fakti që devijohet një pjesë e taksave nuk vjen vetëm nga të qenit të prirur për t'i shmangur, apo për t'i devijuar, por edhe nga pamundësia për likuidimin e tyre, sepse në fund ditës jo të gjitha familjet mund t'jenë në kushte për të përballuar një nivel të caktuar taksash që duhet paguhen qoftë përkundrejt pushtetit vendor, pra në këtë rast bashkive, qoftë edhe në nivel qendror. Duke pasur parasysh atë që the që vendet e rajonit kanë një nivel argëtimi deri tani pra shkojnë në 0.8% të prodhimit të brendshëm bruto. Në këto kushte, pra përpos faktit që ne do të shkojmë në këto nivele dhe që këto konvergojnë apo janë në përputhje edhe me direktivat apo le themi edhe në kuadër të antarësimit, integrimit dhe antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por çfarë duhet pasur pikërisht tjetër parasysh në këtë drejtim për të marrë rezultatet e pritshme? Pra çfarë duhet përmirësuar tjetër? Qoftë edhe në jo vetëm përmirësim në aspektin se si mund të arrijmë ta vjelim këtë, por se si mund ta lehtësojmë edhe barrën e qytetarëve. Patjetër që taksat për qytetarët nuk janë asnjëherë, pra ndryshimi i sistemit të taksimit për qytetarët nuk është një gjë pozitive dhe do ketë kontestime, edhe pse teorikisht bëhet procesi i konsultimit publik, por gjithmonë del shumë mirë, pra gjithmonë raportet e konsultimit qytetarët janë okay për ndryshimin e taksave, edhe pse nuk mendoj se është kështu. Mendoj thjesht që në Shqipëri ka një interes shumë të ullët për të qenë pjesë e ndikimit në qeverisje, qoftë në qeverisjen lokale, qoftë në qeverisjen qendrore nëpërmjet procesit konsultimit, sepse e konsiderojnë si një proces shumë thjesht për të bërë, pra jo se fjalë shumë formal, pikërisht, pra jo se fjala e tyre. Jo se ka qëllim në vetvete që të dëgjoj propozime, sugjerime, rekomandime dhe t'i reflektoj ato në draft. Unë mendoj që për të shmangur vështirësitë në mbledhjen e taksës, pra me një kategori qytetarësh të cilët e kanë të pamundur ta paguajnë, atëherë mendoj që duhen hartuar disa sisteme të përjashtimit të kategorive të ndryshme, qoftë edhe ndaj taksës të pronës, ashtu siç e kanë edhe shumë vende të tjera të BE-s, ku heqin nga disa kategori taksash grupet marginalizuara, të cilat mund të jenë grupet që trajtohen me ndihma sociale ose nuk kanë të ardhurat të mjaftueshme për të paguar taksa invalid, pra kategori të ndryshme dhe nuk janë pjesë të paktën për periudhën që ato deklarojnë ose për situatën ekonomike në cilën ato gjenden, nuk janë pjesë ose përjashtohen nga taksa të ndryshme. E përmendi pak që edhe në këtë rast, pra në momentin që hyn në fuqi ky nivel i ritaksimi në 2028 të aplikohen përjashtime për kategoritë caktuara pikërisht për t'ia lehtësuar barrën këtyre familjeve. Në ligjin aktual ne kemi aktualisht Tirana pra e aplikon për disa kategori duke përfshirë pensionistët, familjet që trajtohen me asistencë, pra me ndihmë ekonomike. Besoni që duhet të vijohet me këtë qasje pavarësisht rekomandimeve edhe qëndrimeve që kanë mbajtur institucionet financiare lidhur me përjashtimet patjetër që sepse mendoj që është një target group i cili është detyrë e shtetit dhe qeverisë që t'i suportojë. Kështu që të ardhurat që mblidhen nga këto kategori janë pas një lloj ndikimi, qoftë në të ardhurat në nivel kombëtar dhe qoftë në nivel të vetëqeverisjes vendore. Kështu që mirëqenia sociale e këtyre individëve është detyrë ekskluzive e qeverisë, qoftë institucioneve lokale apo qendrore. Kështu që për aq kohë sa ato nuk kanë të ardhurat të paguajnë taksa, patjetër që nuk duhet t'i paguajnë. Po zonja. Jam dakord.
Jam dakord. Aktualisht është një përqindje e vogël në krahasim me pjesën tjetër. Edhe sikur shtetit mos i marrë këto, pra nuk kanë një peshë nuk kanë një peshë të rëndësishme, pra nuk rëndojnë financiare, në sigurimin e të ardhurave. Ndërkohë që e tha dhe zonja që qëllimi social i shtetit është që të favorizojë shtresat të tilla në nevojë të cilat nuk kanë mundësi të bëjnë pagesat e taksave të ndërtesës. Edhe duke mbetur tek mënyra e taksimit, se duat marrë edhe pak minuta, tek mënyra se si do të aplikohet ky taksim. Mund të sjell kjo formule re, duke qenë se është paralajmëruar nga kryeministri Rama që do të ketë një normë taksimi më të lartë për ata të cilët zotrojnë dy apo më shumë banesa. Pra mund të jetë kjo një formë, le të themi, që i paraprin asaj çfarë do të ndodh edhe me taksimin e shtëpive të dyta dhe treta. Është edhe sot. Por ka paralajmëruar një taksim më të lartë për... Po sigurisht është edhe sot taksimi pasaj është gjë tjetër, po që popullsia apo njerëzit që kanë 2 apo 3 apartamente, në apartamentin e dytë dhe të tretë përqindja është patjetër më e lartë. Patjetër është më e lartë, sepse tregon nivelin ekonomik të personit të fjalë. Në qoftë se ti ke 2-3 apartamente, njësoj me mua, do 0,5 sa është sot do paguash ti, jo, patjetër, 2 fishen. Edhe kjo bëhet llogaritja. Jo, kjo mund të ketë logjik, por në dijenin time këto duke qenë se në jo pak raste janë të pabanuara, pra janë apartamentet që qëndrojnë bosh, le të themi, këto nuk janë nënshtruar taksimit. Pra, më shumë se sa është përfituar prej tyre, pra në këtë rast bashkia ka përfituar për tyre, ato kanë mbetur jashtë skemës së taksimit për faktin që nuk janë apartamente të lëna bosh, pra nuk shfrytëzohen. Nuk duhet të jetë ky primar, ky vlerësim, që shfrytëzohet, nuk shfrytëzohet. Duhet jetë që prona është e juaj, duhet të tatohet. Madje diferencat në tatime janë edhe për zonat bregdetare, apo tek Vlora Marina për shembull sipërfaqja për metër katror kosta është 2.000 euro për metër katror. Kështu që do paguajnë taksa më të mëdha se sa... Duhet ketë diferencimet të kësaj natyre. Po, patjetër. Jam dakord me atë që sapo konfirmoi zonja në studio, sepse sipas parimit të taksës progresive, pra kush ka më shumë paguan më shumë. E njëjta logjikë është edhe për sistemin e taksimit të pronës. Dikush që ka disa prona, duhet paguaj taksa për të gjitha pronat që ai ka ose ajo dhe vjen në rritje. Është e njëjta situatë edhe në vende të tjera të Europës, pra taksa e pronës së parë është më e ulët, e të dytës më shumë, e të tretës më shumë në vazhdim. Dhe ndaj, unë përmenda pak më parë, për shembull, rastin e ndryshimit të taksës së pronës gjatë presidencës së Sarkozys, dhe u bë pikërisht me këtë qëllim në 2011, sepse taksat që paguanin të pasurit francez ishin shumë të larta dhe ato filluan të devijonin investimet në prona në qytetet të tjera të Europës që ishin lehtësisht të arritshme nga Franca dhe më pas ndryshoi edhe sistemin politike dhe qasje ndaj sistemit taksimit, sepse nuk ishin më interes për t'i taksuar në këtë formë, po kishin interes që të kthenin francezët dhe të blinin sërish prona në Francë me një taks prone më të ulët. Ne nuk mendoj që jemi në të njëjtën situatë, sepse ne nuk kemi një sistem të mirë menaxhuar të taksës së pronës dhe mendoj që qëllimi jon primar është që ta vëmë vi këtë sistem, ta formalizojmë taksës së pronës, ta formalizojmë, tulim informalitetin jo vetëm në ndërtim ose në pagesën e taksës së pronës, por edhe në sektor të tjerë. Dhe shqetësimi më i madh në kushtet tilla, pra, dhe domosdoshmëria që të shoqërohet me masa shtesë për ta bërë të zbatueshme edhe skemën që do të hyjë në fuqi në 2028, pra formulën e re të taksimit, është që të mos gjendemi sërish në kushtet kur ata të cilët, e kemi thënë edhe këtë, që ata të cilët paguajnë në mënyrë të rregullt detyrimet apo taksat, sërish të jenë po ata të cilët
do të paguajnë në mënyrë të rregullt, do të bjerë sërish bara e pagesës për këtë kategori. Ndërkohë që qëllimi duhet jetë pikërisht formalizimi i tregut dhe vendosja apo le të themi procedurave shtesë alternativit të arkëtimit të detyrimeve. Një person paguan çdo vit dhe është i rregullt, një person nuk paguan, merr gjoba edhe del momenti që falen gjobat edhe amnistohen edhe ai që paguan është shumë i trishtuar. Jemi shumë të trishtuar ne që paguajmë. Edhe mund të ndodhë që edhe në 2028 në rastin, sigurisht nuk jemi duke e paragjykuar gjithë sistemin, por e rëndësishme është që të shoqërohet pikërisht me politika shtesë për të bërë të mundur zgjerimin e bazës së taksapaguesve. Të kopjojnë ndërkombëtar, siç thotë të mos të rëndoj sërish mbi ata të cilët ata që janë të rregullt. Janë të rregullt në shtyerjen e këtyre detyrimeve. Morena, unë falenderoj shumë se zënjën duke do vijojmë që ta kemi në studio edhe në pjesën e dytë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit ju. Kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit. Gjithashtu, faleminderit. Mirë, ne do të vjojmë që të flasim sërish mbi taksën e pronës, por do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën tjetër edhe për diskutuar pak lidhur me le të themi aftësinë apo se sa në gjendje janë vetë njësitë e qeverisjes vendore që të performojnë le të themi më mirë në arktimin apo vjeljen e këtij detyrimi. E tham, është një ndër zërat më të rëndësishëm të ardhurave që bashkitë sot kanë dhe për 2026 parashikohet që niveli i të ardhurave nga taksa e pronës të rritet me 1.4 miliard lek krahasimisht me vitin 2025. Pra llogaritet që të vilen, pra të arktohen rreth 10 miliard lek. Pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.